ana tjetër kemi nevojë me e ngrit ose me e rrit cilësinë e namazit. Sot është e lehtë ndoshta më u kap kjo si çështje që na duhet me perfekcionu namazin edhe me bëu sa më mirë dhe sa më cilësor. Pse? Sepse sot kat shkojsh flitet për cilësi. Flitet për cilësinë e ndërtimit, cilësinë e arsimit, cilësinë e çdo mjeshtrie edhe çdo pune. E ta mirë, përderisa njeriu po e kërkon edhe po e dash ka cilësinë çdo kund. Çdo kund më di cilësi edhe në veshje edhe në dukje. Mirë, pse Allahu ti dërgojmë çka të diçka. O fala, qysh mujta, ndosht, sikur dojmë me thonë, ndosht Allahu me e marrë le ta merr, mos dosht le ta refuzon. Pse Allahu i lartësuar mos me i dërgu cilësia ti, kur Allah është më meritori që ne ti dërgojmë veprat e tona me cilësi të lartë. Sepse Allahu i lartësuar është shumë bujar, na ka kriju neve në formë shumë të mirë, na ka dhënë të mirat në mënyrën më të mirë, atëherë pse edhe ne të mos i dërgojmë atij cilësi. Për me ngrit cilësinë është për qëllim këtu për kushtimin namaz, për ulja namaz, për jetimi i namazit. Sepse namazi don përjetim, ajo ona e jashtme, ngritja e duarve, tekbiret, rukuja, sejdja, gjitha këtu janë ajo ona skeletore e namazit, që e mojnë namazin në ka mirë, po ka diçka të brendshme që quhet shpirti i namazit. Ajo është për kushtimi i namaz. Edhe në bazë që ti për kushtimi, njerëzit do të shpërblehen ditën e gjykimit. Sa që e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, që ka njeri që prej namazit vet nuk merr shpërblim, pos që ka kryer obligimin. Ka kryer obligimin ose nuk llogaritet për ta. Mirë, po shpërblim s'ka, për shkak se i ka mungu për ulja edhe për kushtimi në namaz. Përderisa ai tjetri do të merr shpërblim shumë për shkak të përkushtimit që ka pas. Unë do ta përmend këtu një element i cili na ndihmon shumë që të jemi më të përkushtuar në namaz dhe ta bëjmë namazin më cilësor. Dhe ti dërgojmë Allahu të lartësuar veprat tona sa më cilësore. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur besimtari hyn namaz, edhe fillon me leximin e Fatihas, elhamdulillahi rabbil alamin, ose para kësaj, Allahu i lartësuar thot e kam ndarë namazin në dy pjesë. Një pjesë e kam lënë për vete, një për robën tim. Këtu namazi është për qëllim Fatihaja, leximi i Fatihas, që bëhet në çdo rekate të namazit. Thot Allahu, pejgamberi alayhi salatu wasallam tash po na tregon thot, kur besimtari është në namaz thot elhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i thot para melaqeve, robi im më falenderoj. Kur thot Ar-Rahmanir Rahim, Allahu më herë i përgjigjet. Alo pa dal në jetin tjetër. Allahu i thot melaqeve, edhe krenohet para melaqeve, robi im më madhroj. Kur të thot Maliki Yawmiddin, pa dal në jetin e katërt, Allahu i thot melaqeve, robi im më lartësoj. Të më thonë, 3 ajete, pa i përfundu, Allahu po i përgjigjet ti. Se cilin ajet? Të më thonë, ky një ajet, ose ky një fjalë, Allahu një lëvdat. Ama ku lëvdat? Lëvdat të shoqëria e melaqeve, të cilat pastaj do t'jenë dëshmitar për këtë person, edhe do t'i thojnë Allahu të lartësuar, o Zoti ynë, për filan personin ti e krenu para neve, se po të madhëron, e po të lartëson, e po të falenderon. Do thotë në këtë formë, derisa i thot këto 3 ajetet e para, Allah, ky një ajet, Allahu një lëvdat. Ky një ajet, Allahu një lëvdat. Ky një ajet, Allahu një lëvdat. Pastaj Allahu, kur thot, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu thot, kjo është tash për robin tim, edhe robi tim do t'i jap ato që ta. Mirë, në këtë situatë, ose nëse e kemi në përjetim të tillë të namazit, ta thonë, ti një ajet, Allahu një lëvdat. A nuk është ajo ndjenja se Allahu që tash është veç yti? E përjeton në namaz këtë ndjen se Allahu sikur është kamirët vetëm me tyje, edhe është vetëm me ytin këtë moment. Edhe me të vërtet është ndjen e papërshrueshme, ndjenjë e cila lartëson shpirtin, edhe e fisnikron shpirtin, edhe e bën shumë më të fortë sepse është lidh me Allahun e lartësuar dhe i duket që nuk ka dikush që është mes tij dhe mes Allahut. Madje i duket se Allahu nuk është kamirët me askën tjetër pos me këtë person, sepse po i flet mas çdo jetë që thot, edhe pse Allahu nuk e angazhon diçka ndaj diçkafit, sepse Allahu nuk nxihet, sikur se nxihet njeriu me punë dhe nuk ka mundësi me kryer një punë tjetër. Mirë, nëse na jep që të ndjen, nëse e përjetojmë që të ndjejmë në namaz, sa Allahu është duke fol me mua. Unë në një ajet Allahu i flet me laçeve për mua. Edhe sikur Allahu është kamirët vetëm me mua. Edhe është kamirët me namazin tim. Çfarë ndjenjë është? Çfarë përjetimi? Më të vërtet kemi me bëni namaz shumë të përsosur. Një namaz shumë të kompletuar. Edhe kemi me përjetu shpirtërisht. Madje nëse e përjetojmë që të formë,
ndoshta kemi me thonë nuk që kemi falë më herët. A jam falur më herët ajo, pse se kom përjetu qështu. E ndihmova atëherë me këtë hadith edhe këtë myshdet pejgamberit alayhi salatu wasallam që sa herë hymë në namaz ta përjetojmë këtë bashkë bisedim me Allahun e lartësuar. Ta përjetojmë këto lavdata që Allah i lartësuar na i bën tek melaqet e tij. E po e përjetuam kështu, atëherë i dërgojmë Allahut të lartësuar, ose po themi Allahut mirë, po në regjistrin e veprave tona, në librin e veprave tona, dërgojmë namaz të përsosur. Dërgojmë namaz cilësor, sikur se dërgojmë agjerim cilësor, pastaj sadak cilësore, e kështu me radhë çdo vepër tjetër, që në bazë të cilësisë thamë më herët, kemi më u vlerësu edhe kemi më u shpërbly.